vën lajmi që ka vdek Jezid ibn Muawija, ai cili e lufton të gje Abdullah ibn Zubejrin, ishte El-Hasin ibn Numeir Es-Sukun, lip takim me Abdullah ibn Zubejr. Pasi që takohet me Abdullah ibn Zubejrin, e propozon Abdullah ibn Zubejrit që jape besën si khalif, nga se Jezid ibn Muawija vdese e len wasijet djalin e ti Muawija. Djali ti Muawija ka qenë njeri që u ka frikë Allahut Azza wa Jall. Djali Jezid ibn Muawija, që i thojnë Muawija vogël, e kanë për qëllim Muawijen, djalin e Jezid. Aje ka morë khilafetin, dhe khilafeti ti nuk i ka zgjat ma shumë se 3 muaj, disa thonë vetëm 40 ditë. Nga se asmu pasi që ja bon khalife, pas vdekjes e babës e ti, është smu, dhe pastaj Muawija ibn Jezid, në shtratin e vdekjes i mledhen musliman dhe i thojnë, kanë pele vasijet. Ndëgjo, qka ka bo Muawija ibn Jezid, ai cili ju ka frikë Allahut Azza wa Jall. Muawija ibn Jezid, kur ka qenë palatin e babës vet Jezid, dhe Jezidi pasi që qoj delegacionet të shumta me Abdullah ibn Zubejri dhe Abdullah ibn Zubejri në manir paqësor nuk pranoj që jape besatimin, boni be Jezidi dhe tha, vallaj, prej sot e tu qerë, edhe me madhon besatimin nuk ja pranoj Abdullah ibn Zubejrit, derisa të ven pranga i lidhur në Sham para me. Muawija ibn Jezid o përpit që babën e vetë të këshilon, edhe pse ishte i ri. Thojnë se kur ka vdek gjali më Jezidit, Muawija ibn Jezid, i ka pasën 15 vetë, disa thojnë 18 vetë, disa qërë rivajete 23 vetë, ma shumë rivajete që i ka pas 35 vetë. Pra që një ri ka frikë Allahut Azza wa Jall, s'ka lakmun postet e dunjas, dhe a përpit që babën e vetë ta këthen prej këti besës, para ta ka bon disa vepra që ka dërgu letra Abdullah ibn Zubejrit dhe ja ka qu prongat e altanit, edhe Abdullah ibn Zubejrit vetëm që të vjen dhe baba besën apo bejën ta qojnë ven, po këto janë disa çështje detale, si që thamë që do t'i kaloj. Jezid ibn Muawija, kur ban me vdek, përpiqen ledhën dhe thonë, kanë pele. Tha u kujtova me bon si që kanë bon stërgjishët e mi. Tha e kujtova Ebu Bekr Siddikun, që e kalon pas ati Omer ibn Khattabi. Tha unë në mesin e jufësën gjeta Omer. Tha pastaj kalova dhe mendova qka ka vepru Omer ibn Khattabi. Tha i ka gjetë 6 burra dhe kalon fjallën vasijetin mesin e 6 burrave. Tha s'po shof mesin ton qasi 6 burr. Tha s'po shof në mesin ton qasi burr. Tha po lejen ata që ta mërmenjë. Tha po jakona juve që ju t'i shijoni ambëlsirën e khilafetit e Muawija ibn Jezid, ta shiqon idhësin e gabimit të ti. Tha unë po e kthej në të vend peloku e kalon për nga meri Allah. Le tjetë mesin e muslimanëve që ta bart një gabimin e ju para Allahut ju. Ka se Muawija ibn Jezid ka me qëndru para Allahut ti, dhe se ka atë guxim që ta merë ta lev vasijet pas ati. Kaluan 40 ditë dhe 3 muaj, pasi që s'ka khalife, 6 muaj Shami jetë në polemik dhe pa khalife. Në këtë rast letrët i dërgon prej Irakut, prej Medinës, prej Egjiptit, prej dhe Shamit, njani prej atinve Nuaman ibn Beshir dhe të qertë, dhe ja japin besatimit
Abdullah ibn Zubejrit që të jetë khalife e shëriat. Pra në këtë kohë, Abdullah ibn Zubejrit nuk ka ftu në khilafet në kohën e Jezid ibn Muavije, edhe pse ka pas khalife, nga se Abdullah ibn Jezid, nga të Abdullah ibn Zubejri e ka ditë se pejgamberi Allahut ka thonë, nëse një zaman zgjedhën ti khalife, mbit në njani prej tyre. Shami ngel 6 muaj, pa ta Husein ibn Numeir e Sukuni takohet me Abdullah ibn Zubejrin dhe ja propozon që të jep besatimin me kusht. Cila kushti Huseinit? Ka thonë kushti ima që dëvish në Sham, transferohet khilafeti prej në Mekke dhe të shkon në Sham. S'nolmin këtë tematik se a ka qëllu apo ka gabu. Mirë pa Abdullah ibn Zubejri thot, lem që të këshillohem dhe këshillohet dhe nuk e pranojnë këtë propozim, dhe Husein ibn Numeir kthehet për në Sham.